Hey, what's up you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Në këtë video ne do provojmë snacksat më të famshëm amerikan. Për ju që nuk e dini, kjo është një part 2 i një video që kam bërë disa vite më parë ku provoj sërish snacksat amerikan dhe kam pasur shumë kërkesa për një part 2, kështu që ja ku jemi. Për të mos e zgjatur më tepër, le të përgatitemi për t'u bërë me diabet. Ky është kanali Hildës, nuk kam një intro tamam, kështu që po përdor këtë derisa të kem një intro tamam. Dhe ja ku është snacku numër 1. Këto quhen snowballs dhe me sa duket janë nga firma Hostess, nuk e di a vjen ndonjë Hostess bashkë me këtë, nuk është se ma dha ndonjë Hostess për ta provuar këtë. Dhe është e njëjta firmë që ka Twinkies, që Twinkies janë më të famshëm se snowball, por atë kam bërë në part numër 1, në videon e parë domethënë. Dhe kuptoni edhe gjatë videos që çdo gjë në Amerikë është super size. Pra, nuk ke masa të vogla, ke vetëm masa që janë party size, family size. Pra, nëse mua më hajt vetëm një snowball, nuk mund të marr vetëm një, do të marr një kuti të plot. Ky është fizi, nuk është një snack që do e provojmë, por si një snack i vodskël, është cute. Dhe tani momenti i së vërtetës. Okej, ka çokoladë brenda, është shumë e butë, okej. Shpresoj mos të jetë shumë e velshme, okej. Nuk është aq e ëmbël. Me sa po kuptoj, kjo shtresa e jashtme është marrë kokosi, çokoladë nga brenda dhe një mbushje kremoze që akoma nuk kam arritur te ajo pjesë, kështu që ka fshat tjetër. Okej, tani u bë shumë e vetshme. Pse ka fshata e parë që shumë okej, por ajo faza e okejt nuk zgjati shumë. Unë personalisht nuk do e blija një herë të dytë këtë, sepse është shumë tepër shumë e ëmbël, madje dua të shoh se sa gram sheqer ka. Kjo është 50 gram dhe 22 gram është sheqer, okej? Është 42% sheqer, pra gjysma e gjitha kjo është thjesht sheqer i gjallë. Pra nëse jeni kurioz te snowball, nëse besoni te vlerësimet e mia, mos e provoni. Nuk ja vlen, për mua është një 3 nga 10. Snacku i radhës. Tani do provojmë Jolly Ranchers. Jolly Ranchers janë gummies, janë si tip Hariboje, janë si tip karamelesh, dhe zakonisht këto candies, gummies që janë si Haribo nuk është se janë shumë të ëmbla, por Amerika nuk të çudit kur bie fjala te sheqeri, kështu që le mos i bëjmë shpresat e larta. Shumica e snacksave që kam marrë në këtë video janë të ëmbla, sepse me sa duket amerikanët pëlqejnë snacksat e ëmbla, ja si duket nga brenda. Ka shije të ndryshme, ka moll jeshile, blue raspberry, qershi, rrush dhe shalqi. Po ndrysh syt dhe do zgjedh një shije. Okej, kjo është shalqi. Okej. Nuk është shumë e ëmbël, nuk është e velshme, por e ka atë shijen ku ti e kupton që nuk ka as edhe një përbërës natyral në këtë. Është e gjitha prodhuar në fabrika, është e gjitha artificiale, nuk po e kuptoj se çfarë po ha, është si shije plastike, po plastike mirë. Por nëse do të hash diçka të pashëndetshme dhe deri diku okej për t'u ngrënë, pra e shijshme, besoj se këto Jolly Ranchers janë okej. Nuk do ishin zgjedhja ime e parë, zgjedhja ime e parë do ishin Gushers, më duket se quhen, që i kam provuar te video e parë, por janë okej, nuk janë keq. Ky është Kuro sapo iku. Jolly Ranchers për mua janë një 7 nga 10, janë shumë të mira, por thjesht kanë atë plastike dhe artificiale që u shpjegova. Snacku i radhës. Skittles, por jo Skittles që çfarë do llojshme, Skittles Popped. Pra, literalisht quhet Skittles Popped, është freeze dried candy. E ke parasysh një akull që është i thatë edhe ka tym, like dried ice, nuk e di si quhet tamam, por po, është diçka e tillë me këto Skittlesat. Ju do thoni Hila, kemi Skittles në Shqipëri, pse po na tregon Skittles? Janë ndryshe. They're not like other Skittles, they're just different. Tani un kam parë në TikTok që këto i marrin dhe i fusin në një pije me gaz, që nuk e mendova paraprakisht këtë, do gjej një pije me gaz dhe do ja tregoj. Kam një pije që është pjesë e videos, pra është një pije amerikane që do ishte një snack më vete, por me që na hyn punë këtë snack do e përdorim, okay? Do e shfrytëzojmë. Kjo pije me gaz quhet Papi dhe është bërë shumë e famshme së fundmi në rrjetet sociale, në TikTok. Mua më del gjithë kohës në For You page, kështu që rash prej e marketingut dhe e mora dhe unë për ta provuar. Thotë që ka vetëm 5 gram sheqer, që është shumë pak për një soda, sepse janë zakonisht shumë të ëmbla. Unë kam marrë me shijen qershi limonade, limonadë qershie. Është me qershi dhe me limonadë, okay? Është diçka e mesme. Tani unë si një vajzë shumë e përgatitur, harrova ta fusen në frigorifer, kështu që do e pi me këtë temperaturën e ambientit, nuk ka problem, do jetë prapë mirë, apo jo, shpresoj.
Nuk po prisja të plaste gjithandej. A tregon kjo që ka shumë gaz, kam shumë gaz siç duhet, nuk e di. Do e provojmë një herë siç duhet provuar në kanaçe, të kesh atë. Okej, ka thjesht aromë lemon soda, jam shumë e konfuzuar tani, por e provojmë. Një pije me gaz amerikane pa sheqer është shumë e çuditshme sepse zakonisht to pijet me gaz janë shumë të ëmbla dhe e ke parasysh kur ti pi një pije me gaz nuk do të pish një pije me gaz të shëndetshme. Do që kur ta pish atë pijen me gaz ta dish që kjo është super pije e pashëndetshme, super e keqe për ty, por prandaj po e pi që ta shijosh deri në maksimum dhe është shumë e çuditshme të kesh një pije me gaz të shëndetshme, se më duket shumë e shëndetshme. Ka shije shumë të vakët. Pra është si ujë me gaz me shumë pak shije limonade dhe qershie, kështu që jam pak e dozuar momentalisht. Si një pije me gaz e shëndetshme, mund të them që është një 9/10, është okay, po si një pije me gaz, siç është thjesht një pije me gaz, nuk është se shkruan ndonjë vend këtu e shëndetshme, është një 6/10. Mendoj që është overrated, nuk prisja të ishte kaq bosh në shije, prisja diçka më tepër, por çfarë ti bëjmë? Tani është momenti ta testoj me Skittles. Do I ha një herë Skittlesat vetshmas dhe pastaj do e fus cherry lemonade poppy në gotë, do fus Skittles në gotë dhe shohim a ka ndonjë reakcion kimik apo na kanë rreth të gjithë, mashtrusa, mashtrime, rrena. Sa të çuditshme. Këto janë Skittlesat nga brenda, duket sikur ka rënë bor këtu brenda, sikur ka ardhur baba gjyshi. Më fal, shive sa perfekte duken këtu. Dhe shif pak si duken nga brenda. Okej, është sour. Zakonisht Skittlesat jeshile janë sour, po është pak më sour se Skittlesat normal. Mendoj që kjo gjëja si akull gjasme supozohet të jetë më sour. Provojmë edhe një tjetër. Nuk është një shije wow në krahasim me Skittlesat, nuk është më e mirë ose më e keqe, është thjesht ka një diçka shtesë, okay? Tani e provojmë me këtë pijen me gaz se për këtë jam kurioze. Që nga Baby Pink, cute. Sigurisht ishte kaq cute edhe shija. Që të kemi reakcion kimik, sa më reakcion kimik, do fus disa. Nuk ka asnjë lloj reakcioni, çfarë po ndodh? Nuk është se ndodhi në një gjë këtu, nuk është se u shpërbën. Kështu që jam pak e zgënjur sepse prisja më shumë me çfarë kam parë në social media ose po ja fus kot po e ngatroj me ndonjë gjë tjetër, ka shumë mundësi sepse mbudallaj që jam unë. Por e testuam, le të japim një provë në shije. Nuk e di nëse do ketë një shije ndryshe, por kisha të drejtë, nuk ka asnjë shije ndryshe, zero se si futa asgjë. E zgënjur nga popi, e zgënjur nga bashkimi i popit me Skittles dhe jo shumë e zgënjur nga Skittles, por do zgjidhja Skittlesat normal para këtyre Skittlesave të çuditshëm. Për mua këto Skittlesat pop janë një 5/10. Nuk më çuditën, nuk më dhan asnjë lloj ndjesie, prisja më shumë. Sneku i radhës. Këto janë Kisses. Janë shumë të famshme në Amerikë dhe jo vetëm, janë të famshme edhe jashtë Amerike. Unë në fakt i kam provuar këto për herë të parë në Itali. Në shumë kafe të ndryshme, ti jepnin këto bashkë me kafen, nuk besoj se bëjnë më se ekonomia, shteti, can we talk about the economical and political state of the world right now? Gjëja që më pëlqen mua te Hershey Kisses nuk është çokolata. Është fakti që ka mesazhe bashkë me çokoladën, my son by mend. Shiko sa të vogla janë, sa cute. Unë mbaj mend që i hapja këtë çokolata dhe kishte një mesazh te kjo letra me të cilën i hap. A do ket? Po jo? Jo, s'paska, ja kam fut kot. Nuk e di pse, ndoshta është një Mandela efekt, po unë e mbaj mend shumë mirë që ka pasur një mesazh brenda, pra më pëlqen kaq shumë, pra ishte aq interesante, por me sa duket jo. Ka një formë të tillë që do thoja si pikloti, po tani që po e shoh këtu është si një emoj jo shumë i këndshëm. E them shumë shpesh në videot e mia, po besoj se tani është realisht momenti për të bërë ekstremin. Është shumë e mirë si çokoladë, nuk e çaj thua. I love it. Dua t'ju jap të gjithë 130.000 prej jush subscribersave nga një copë të tillë, nuk është se kanë 130.000 këtu brenda, por mund të blej shumë pakot të tjera të mëdha dhe për ju të tjerë që do bëni subscribe, mos harroni të bëni subscribe në këtë moment që t'ju jap dhe ju disa puthje, disa kisses nga Hershey. Puthje apo çokolata? Bëni subscribe për ta zbuluar. Për mua janë një 10/10. Vazhdojmë me snekun tjetër. Sneku i radhës. Nuk janë snacks amerikan, por janë aq të mira dhe janë snacksat e mi të preferuar se që i kam marrë me vete deri në Amerikë. Po, nëse unë kam udhëtuar
Sa kilometra i bie? 10.000 km, nuk janë aq shumë, se ja fut kohë. Isha afër, okay, 7.000 kilometra. Janë aq të mira sa që unë nuk rri dot pa to dhe kam udhëtuar 7.000 kilometra nga Tirana në Boston, i kam marrë me vete për t'i ngrënë këtu së bashku me ju. Pra nuk janë snacks amerikan, por janë snacks të Rochen. Këto janë brownies nga Rochen, unë vdes për brownies. Dhe këtu kemi 3 shije të ndryshme, kemi brownies me çokoladë, Lovita brownies nga Rochen me arkokosi dhe Lovita brownies nga Rochen me limon. Janë mini brownies, janë të vockla, janë super të buta. I love them. Janë të ëmbla sa duhet, janë super të buta, janë të vogla, pra nëse nuk të hahet shumë, kjo është një mas perfekte, thjesht ha këtë dhe vazhdo me ditën, nuk e pse të hash një biskot super gjigande. Kjo është me arkokosi. Që e butë. Është shumë mirë. Ka një teksturë aq të butë dhe një shije aq të freskët sa që duket sikur sapo i ke marrë nga një pasticeri. Aq të mira janë. Ju që më ndiqni në Instagram dhe në TikTok e dini që unë kam kohë që adhuroj snacks nga Rochen dhe ju mund t'i provoni gjithashtu nëse doni të gjitha snacks nga Rochen dhe i gjeni në çdo market. Ndryshe nga çdo snack në këtë video që mund t'i gjeni vetëm në Amerikë, këto snacks nga Rochen mund t'i gjeni në çdo market në Shqipëri. Nuk besoj se ka vend për koment tjetër, vlerësimi im është 10 nga 10. Dhe le të vazhdojmë me snackun e radhës. Snacku i radhës janë marshmallows. Unë i adhuroj marshmallows, e di që mund të gjeni marshmallows dhe në Shqipëri, por kjo është shija origjinale e marshmallows. Janë shumë të buta. Nuk ka nevojë për koment tjetër, janë 10 nga 10. Vazhdojmë me snackun tjetër. Kombinimi këtyre të dyjave bashkë, ky është snacku. Nuk është Tostitos Chunky Salsa Mild Veçmas dhe Tostitos Hint of Lime Flavor of Origin Veçmas. Janë të dyja së bashku. Nuk mendoj se shumica për jush e njihni këtë snack, sepse nuk është se është viral në TikTok, siç janë shumicat e snacksave, nuk është se i keni dëgjuar ose parë në video YouTube të tjera. Nëse po shihni YouTubers të tjerë për veç me, pse më tradhoni, çfarë bëni? Shpresoj të jem e preferuara juaj. Se edhe siç po e shihni, kam filluar të postoj shumë më shpesh, nëse jo çdo javë, çdo 2 javë dhe realisht jam përkushtuar shumë dhe po e bëj të gjithën këtë për ju. Nuk po bëhem emocional tani, të provojmë këto Tostitos tani. Sa të mirë. Këtu thotë që janë me një hint of lime, pra ka shumë pak, ka një sprinkle lime, si thuhet lime në shqip, limon dhe lime. Lime apo jo? Dua ta provoj një herë këtë veçmas. Mendoj se ishte zgjedhja e duhur që e mora me lime sepse mua nuk më pëlqejnë shumë nachosat sepse më ndjen shumë të thata dhe pa shije, vetëm duhet të shoqërosh me diçka që të kenë shije, por këto kanë shumë shije, nuk po e prisja, por momenti i së vërtetës ti provoj me salsën përkat se ka një aromë pikante, por dhe freskuese në të njëjtën kohë dhe e kuptoj vetëm nga aroma që do ketë një shije shumë të mirë, kështu që i futemi me kokë tani. Okej. Jam pak e konfuzuar. Jam pak e zhgënjur nga shija sepse aroma më premtoi shumë më shumë. Dhe shija nuk është se është e keqe, po nuk është dhe aq pikante se këtu thot mild, që do të thot pikante like e mesme, jo shumë pikante, po nuk është fare pikante. Dhe ka pak shije si salcë domatesh të ftohtë. Japim një shans tjetër. I mean është okay, ndoshta është faji im që pres të surprizohem nga çdo snack që provoj, është okay, po që ka dhe më mirë. Unë pasi tash nuk është gjë duke lëpir gishtat. Okej, po i lëpi nga këto, jo nga kjo. Për mua këto Tostitos që janë thjesht nachos, pra thjesht patatina në gjuhë shqiptarçe, janë një 10 nga 10, kurse kjo është një 6 nga 10. Mendoj që ka dhe më mirë se kaq. Vazhdojmë me snackun e radhës. Fruit Loops janë cereal, pra janë cornflakes siç i themi ne. Se cornflakes është një lloj cereal, por ne i themi cornflakes çdo cereal më duket apo jo. Ose po ja fuskot. Drithëra mund t'i quaj në gjuhë formale. Që mos të lodhesh, mos të bësh tasa pis, do i hash këtu. Ajo që pëlqen shumë për Fruit Loops është aroma që ka, është një aromë, nuk e di, shumë e ëmbël, shumë fruti. Ja ku jam me qumshtin
almond milk, almond është bajame. Është bajameje, dridhe moj bajame dridhe. Ne dhe fusim këtu dhe do e dredhim këtë që të pepës kot, nuk do dredh asnjë lloj gjëje. Më duhet shumë të çuditshme që thjesht po bëj një review Fruit Loopsi, like cereal. Nuk e di çfarë prisja. Janë thjesht cereal, janë thjesht Fruit Loops me çumur. Besoj se janë një 7 nga 10. Dhe sneku i radhës. Ky është sneku i fundit dhe nuk e di a kam lënë snek të fundit sepse është e fundit nga rëndësia apo është e para nga çudia, sepse shumë e çuditshme. Janë mente, ju do thoni Hilda, pse po ha mente, snacks amerikan, mente, kemi plot mente në Shqipëri, të gjithë kemi provuar mente, çfarë po bën Hilda? Mua më kanë thënë që nëse këto mente ti i ha në errësirë dhe i kafshon, bëjnë dritë. Ose kanë qenë duke tallë me mua, ka vetëm një mënyrë për ta provuar, do shkojmë në errësirë, do e provojmë, do e kafshojmë dhe do e shihni. E jani. Okej, ja ku jam në errësirën e natës. Apo më bëjnë syt apo mund të shihni dritë këtu? Të beton apo është reflektimi? Jo, është dritë të beton. Është duke ndriçuar. Okej, nuk po e kafshoj dot. Au. Okej, fakti që e shitit në gojën time do thotë që bënte dritë sepse nuk dukej asgjë tjetër këtu, por ja kanë fut kot kur thonë që duhet ta kafshosh sepse është aq e fortë sa që nëse e kafshoj thjesht do thyj dhëmbët, që bën dritë në errësirë, është e vërtet. E çuditshme është se bën dritë në kamera, në errësirë, po këto që mran në tokë nuk bën asnjë lloj drite në errësirë, kështu që nuk po e kuptoj. Ndoshta është thjesht drita e kamerës, I don't know. Po gjithsesi mbetet një mente disi normale, le të themi. Nuk kam si të vlerësoj një mente, si mente është thjesht një mente normale, okay? Dhe ja ku jemi në fund të videos, unë gjithmonë kam një vlerësim maksimal për një snack gjithmonë. Por është shumë e vështirë në këtë video sepse ndihem sikur nuk kam asnjë fitues, okay? Përveç brownies nga Roshen që për mua janë fitues, por besoj se është pak më hire t'i quaj fitues kur nuk janë snacks amerikan, kështu që flasim për snackset amerikan. Jam e zhgënjur nga secila. Atëherë unë thjesht do jap vlerësimin tim për atë që më zhgënjeu më pak dhe më pëlqeu pak më shumë nga të tjerat, që është Kisses. Janë çokolata nga Hershey. Hershey si brand njihet shumë për çokolatat që ka, njihet si brendi me çokolatat më të mira Hershey dhe me thënë drejtën janë shumë të mira çokolatat, megjithëse janë pak si shumë të ëmbla, ja vlen. Kështu që Kisses puthjet nga Hershey fituan në këtë video. Dhe kaq ishte video për sot, shpresoj ta keni pëlqyer, shpresoj të keni qenë duke ngrënë bashkë me mua, ndoshta snacksa shqiptar, ndoshta disa prej atyre snacksave që kam bërë te video ku ha snacks shqiptar. Mos harroni të bëni subscribe, like, comment, share dhe lini koment për video që doni të shihni në vazhdim. Dhe së bashku le të shihemi në videon e radhës. Bye!